Mund të themi se numri I lindjeve këtë vit është diç më I vogël, domethënë ka një ramje të lehtë, po jo vetëm këtë vit, po prej pas luftës, po të thuja se çdo vit kemi nga pak ramje. Arsyet janë shumëta, mund të jetë arsyeja për shkak që puna, tash lindja mund të kryhet edhe për klinikat private, që ka shumë, është një numër I madh I klinikave private të cilat kryejnë lindje këtu në regionin E Prishtinës, pastaj spitalet regionale punojnë pak më shumë ose më mirë, do të thotë se para disa viteve, edhe andaj mund të kryen shumë lindje, kështu që është një ramje e lehtë. Do të thotë në vitin të krahasu me vitin paraprak, për vitin 2024, tash kur kanë qenë 7700, tash janë diku në 7300 lindje. Lindje spontane janë 4280, ndërsa me lindje me presë cesariane në 2995. Prej tyre mashkuj janë 3839 mashkuj prej këtyre lindjeve, ndërsa femra janë numri I gjithë bashkë është për këtyre lindjeve është 3583 femra. Gemellara, po si thojmë bineq, janë diku 181 lindje, ndërsa trigemini me lindje, domethënë 7 zona që kanë pas 3 fëmijë, janë 7 lindje në gjithsejt në këtë vit. Po viti 2025 ka qenë, mund të them, vit mjaft I suksesshëm, një prej viteve më të mira prej pas luftës, për shkak se kemi pas renovimin e klinikës me disa reparte të reja që janë renovuar tërësi, pastaj rritjen e shërbimeve, që janë 2-3 shërbime të cilat veç kanë filluar për herë të parë në klinikën obstetrike ginekologjike, siç është shërbimi I IVF-it, siç është shërbimi I mjekësisë fetale, edhe I amniocentesës. Domethënë gjitha këto shërbime veç janë në rrugën e vet edhe janë ka ec puna si është më së miri. Po për sa I përket stafit, në ginekologji që punohet nga stafi mjekësor, kemi staf mjaftueshëm, do të thotë nuk ka mungesa, ndërsa ka stafi I mesëm ose infermerior më mirë, si thojmë, që duhet të jetë më mirë për ginekologji, staf I mesëm, atëherë aty kemi pak mungesë, do të thotë është një numër më I vogël, po fatmirësisht jem para një konkursi që është hap, ku po besoj që do të pranohen disa kuadra të reja të infermierëve, mamive, edhe sadokuta do të na përmirësoj edhe kushtet ose stafin e mesëm për ka numri. Përpos numrit që vinë çdo ditë numri I madh, ne kur na shtohen edhe disa raste prej spitaleve regionale, ose spitaleve private, ku atje hasin vështirësi ose komplikohet, ne jemi si qendër referente. Do të thotë na sjellin pacientin këtu, do një gjendje pak më të vështirësuar, më të rëndë, të kompromituar, që ne duhet merremi, na shkon bukur një kohë ose mund I madh që ai pacient të merremi me të shpëtoj që si është më e mira. Ne nuk mund t'i refuzojmë ato raste, domethënë I pranojmë secilin rast, mirëpo na vështirëson punën bukur shumë edhe ato raste të rënda të kompromituara. Mungesat mund të jenë një ditore ose një kohë të shkurtër derisa procedurat e tenderimit, furnizimit, ofertuesve aty ngecin, edhe mund ndonjë një ditë, 2 ditë ketë mungesë në ndonjë klinik për një sasi të vogël. Mirëpo asnjëherë nuk ka mungesa të mëdha ose prej listës esenciale që mungon preparati. Domethënë janë ato të procedurat e tenderimit edhe prokurimit që ndoshta marrin pak kohë, mirëpo nuk ka mungesa asnjëherë, edhe në ginekologji nuk kemi pas asnjëherë asnjë mungesë të preparateve.